Jemi live në mëngjes në pjesën e fundit të programit, të cilën ja dedikojmë vëmendjen pikërisht një nisme të ndërmarrë nga kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi, i cili thotë se është nevoja në këtë pikë të drejtësisë që të ketë një ndryshim të praktikës gjyqësore për vendosjen e masës së sigurimit personal në procesin penal në Shqipëri. Është një hap i cili në fakt ka patur diskutime të shumta, ka patur reagime të cilat kanë qenë pro një ndryshimi të tillë, duke e lidhur pikërisht me Konvencionin Evropiane të drejtave të njerëzit, por edhe persona të cilët kanë dalë kundër një nisme të tillë. Megjithatë, datën 6 prill konkretisht do të ketë një analizë më thelluar dhe ndoshta do të merret një vendim në këtë drejtim. Ne do të flasim pak për këtë çështje me ish-ministrin e drejtësisë Kelej Dalibea, i cili na bashkohet në komunikim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes, faleminderit shumë që na bashkoheni live në mëngjes. Mirësera zotja Dalibea. Çfarë do thotë për ju si jurist kjo nismë? Sa e nevojshme është në këtë pikë që fakt gjithmonë më shumë është diskutuar sistemi i drejtësisë, fakti i paraburgimit i cili shkon përtej afateve, si ju duket kjo nismë e kryetarit të gjykatës? Po fakti që për herë të parë në historinë e drejtësisë shqiptare merr kaq jehon një vendimi i gjykatës së lartë, vendimi i pritshëm i gjykatës së lartë për unifikimin e praktikës, e ka përgjigje dhe brenda. S'ka ndodhur asnjëherë që një vendim unifikues të ketë kaq rezonancë në publik, në media me radhë. Pra ka diçka që nuk shkon. Vendimet unifikuese, vendimet gjyqësore, jo gjithmonë bëhen pjesë e debatit publik. Ka diçka që fshihet pas kësaj. Së të paktën është një paragjykim, ta pranojmë. Dhe fakti që një kërkesë e kryetarit të gjykatës së lartë për të marrë një vendim të tillë në një sfond të ngarkuar me çështje të procedimeve penale, me procedime penale të spakut ndaj përfaqësuesve të lartë qeveritar, politikanëve të lartë, e ngarkon me paragjykim këtë iniciativë. Gjoni që t'jem korrekt me ju dhe me publikun tuaj, nuk është mirë që ta paragjykojmë një vendim gjykate ende pa u marrë. Ky është rregulli në fakt. Nuk do t'ishte e shëndetshme. Në konsolidimin e drejtësisë, dhe më duhet të them diçka në fakt, që segmentet e sistemit të drejtësisë, duke filluar nga SPAK-u, BKH-ja, GKK-ja, apeli, gjykata e lartë, gjykata kushtetuese me radhë, të pranojmë një fakt, janë ndodhur një presion konstant nga politika, sipas interesit të politikanëve të proceduar. Disa e kanë me prokurorin, disa me GKK-n, një pjesë me gjykatën kushtetuese, një pjesë tjetër me gjykatën e lartë. Dhe në fakt, kjo është një stad i konsolidimit të sistemit të drejtësisë. Nuk do t'jetë e thjeshtë asnjëherë për ta. Gjithmonë do t'jetë presion. Gjithmonë do t'ketë politikanë të cilët për interesat e tyre personale do t'i sulmojnë. Kam një pyetje duke përfituar nga fakti që ju kemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë, sepse ne flasim për këtë nisëm, por shpesh herë edhe publiku është pak i paqartë se çfarë ajo përfshin. Dhe duke ditur që ju e zotroni, le të themi anën juridike, do doja që besoj e keni parë dhe dini se çfarë përmban kjo nisëm, apo jo, mund të jemi pak më të qartë dhe zaruese edhe për publikun për të kuptuar se çfarë përfshin ajo, për ditur se për çfarë po flasim. Shumë e thjeshtë. Një vendim unifikues i gjykatës lartë është një vendim i cili i thot gjykatave më të ulta që një çështje e caktuar duhet trajtuar në këtë mënyrë apo në një mënyrë tjetër. Për ta bërë dhe më konkrete, lidhur me çështjen e vendosjes së masës së sigurimit arrest në burg. Sipas vendimit të kryetarit të gjykatës kushtetuese, një kërkesë që ka bërë, ka dashur, pra i kërkon gjykatës, e cila do të mblidhet në atë datë që ju e thatë, të sqarojë cilat janë rastet që duhet të merret vendimi, pra masa e sigurimit arrest në burg. Sa duhet të jetë masa e provave që prokuroria do duhet t'i çojë gjykatës, që kjo e fundit pastaj të vendosë masën e sigurimit. Si duhet të arsyetohet vendimi i gjykatës? A duhet që gjykata, GKK-ja apo gjykatat e shkallës parë të arsyetojnë që
kur vendoset një mas sigurimi arrest në burg, do duhet të thot edhe që masat e tjera më të lehta, detyrimi për të mos dal nga territori i Republikës, arresti në shtëpi, garancia pasurore, janë jo të përshtatshme, prandaj po shkojmë tek masa arrestet me burg. Zoti Ali Bey, ndjes që ju ndërpres, po për ta kuptuar, a është kjo në kompetencat e kryetarit të gjykatës lartë, pra nuk duhet ishte në bashkëpunim me ministrin e drejtësisë? E kuptova, jo, ministri i drejtësisë nuk ka kurfar lidhje. As ministri i drejtësisë, as kryeministri, as parlamenti. Por ka diçka që më duhet ta them. Zakonisht, vendime të tilla unifikuese nga vetë emri, unifikim, njësimi praktikës, dalin atëherë kur gjykatat e ndryshme të Shqipërisë, ato të shkallës parë, po themi, gjykata e Tiranës, gjykata e Sarandës, gjykata e Shkodrës, për të njëjtën çështje, pra për një çështje të ngjashme, i japin zgjidhje të ndryshme. Dhe ne e di kushdo që ligji duhet zbatuar në mënyrë të njëjtë kudo dhe për këdo. Ndodhama, është njerëzore të ndodh që ligjet, sidomos ligjet e sapo miratuar, ato që janë ligjet të freskëta nga parlamenti, në momentet e para të zbatimit të tyre, të hasen në interpretime të ndryshme, jo të unifikuara. Në këtë raste, gjykata e lartë, duke qenë se është maja e sistemit të drejtësisë, ka dhe këtë kompetencë. Tani të kthehemi ke çështja konkrete. Çështja e vendosjes së masës së sigurimit arrest në burg në ligjin shqiptar ekziston që nga viti 1995, kodi i procedurës penale. Ndryshimet e fundit shumë të lehta që janë bërë lidhur me mënyrën se si vendoset, kur duhet vendoset, për çfarë veprash duhet vendoset, çfarë rrezikshmërie ka individi apo vepra penale, këto ndryshime janë bërë në vitin 2017 me reformën në drejtësi. Po. Kanë kaluar 10 vite. Ndaj, ka një lloj paragjykimi do përdorja unë se si ka mundësi mbas 10 viteve, kur ato dispozita, ato nene të masës së sigurimit arrest në burg, janë zbatuar pa ndonjë problem në këto 10 vite. Si prokuroria, si GKK-ja, si gjykatat e tjera, si gjykata e lartë, nuk kanë parë asnjë problem deri tani. Po, por është parë nga ana e personave cilët janë gjykuar, kjo faza e para burgimit është parë si problem, dhe duket sikur nga kjo po lind, le të themi, një nismë e tillë, sepse po cënohen të drejtat e një individi, i cili është në hetim dhe po bën një fazë të gjatë para burgimi. Aty do dilja. Pra, pranojmë faktin që ligji nuk ka ndryshuar, që sistemi gjyqësor ka qenë komod me këtë ligj, e vetmja gjë që ka ndryshuar nga 2017 e këndej, është fakti që një institucion i ri i drejtësisë, SPAK-u, ka filluar të veprojë. Dhe ka filluar të veprojë duke proceduar zyrtarët e lartë shtetëror, madje për herë të parë, ka zyrtarë të lartë shtetëror, qeveritar, politikanë të lartë, janë sot që flasim nën masën e arrestit në burg, madje rasti i fundit, zonjës Balluku, që kërkoi masa e arrestit në burg, por që parlamenti, në fakt, shumica vendosit mos e hiqte imunitetin. Por kemi edhe rastin e Veliajt, i cili ka goxha kohë, le të themi, që është në paraburgim, ka kaluar një vit, është arrestuar në shkurt, jemi një vit e një muaj që ai qëndron në paraburgim. Sa mendoni se po cënohet e drejta e tij? Që është pretenduar edhe nga avokati, edhe gjatë një deklarate që ka bërë në orët e fundit. Avokatët atë detyrë kanë të mbrojnë klientët e tyre dhe të thonë gjithmonë që sistemi gjyqësor është i padrejtë me ta. Pra, avokatët janë të njëanshëm në pozicionet e tyre, në fjalët e tyre. Sa do të zgjas
aq sa që janë afatet që ligji ka miratuar. Vetë ligji ka parashikuar afatet e paraburgimit, afatet e hetimit para prak, afatet e gjykimit, afatet maksimale e me radhë. Cilat janë afatet maksimale të paraburgimit? Pra mos gaboj, shkon deri në 2 vite, në mos edhe më tepër, nuk do të pa lexuar ligjin, nuk do ta them, por janë afate goxha të larta. Okej, nuk është ky problemi. Unë e kuptoj që për një moment caktuar kjo çështje e paraburgimit, e zgjatjes paraburgimit, rritjes së numrit paraburgosurve, është ngritur si çështje kryesisht nga mazhoranca dhe nga kryeministri, që këtu duket problematike. Dhe është ngritur tani për faktin se drejtësia po vepron ndaj tyre, apo vepron ndaj të pushtetshme, apo jo? Dhe kur drejtësia vepron ndaj të pushtetshme, përfshihet këtu edhe vendosja e masave të sigurimit të rënda ekstreme, siç është arresti në burg. Ka një arsye. Masat e arrestit nuk vendosen kështu, pa prova dhe pa fakte. Sot që flasim, pushtetarët e lartë janë ata të cilët kanë instrumentat më të forta për të rënë në konflikt me ligjin, në abuzim me ligjin, për korrupsion, për shkelje të barazisë pjesëmarrësve në tender e me radhë. Ndaj çështja nuk është a ka shumë të paraburgosur, apo abuzohet me të paraburgosur apo jo. Çështja është tjetër. Apo funksionon drejtësia e re tashmë, që nuk ka qenë më përpara. Dhe mua më rezulton që po, të gjitha ato ullërima në një farë mënyre do ta quaj ullërima gëzimi dikurshme të politikës që miratoi reformën që thoshte tashmë drejtësia do të jetë ndryshe nga 100 vite më parë. Tashmë pandëshkueshmërisë i ka ardhur fundi e me radhë. Me fjalë të tjera, nuk është gjë tjetër veçse politikanët i nënshtrojnë ligjit si gjithë shqiptarët. Dakor, po drejtësia funksionon edhe në Europë, zoti Alibej, nëse referohemi arrestit të shtëpisë, garancisë pasurore, që ndoshta ka ardhur momenti që tashmë edhe në Shqipëri të aplikohet. Pra nuk do të thotë që një njeri që nuk përbën më rrezik për shoqërinë, pra ka kryer një vepër penale, ama nuk rrezikon shoqërinë apo nuk rrezikon të prish provat, të jetë patjetër arrest me burg. Këtë do duhet ta vendosë vetëm gjykata dhe prokuroria, më saktë me kërkesë prokurorisë dhe ta vendosë gjykata. Ata e dinë se kur një i pandehur nuk përbën më provë, nuk përbën më shkak për prishjen e provave, apo të shmange drejtësisë, apo të kryej vepra të tjera. Dhe ajo që thatë juve nuk është e drejtë, nuk është e vërtetë, që dhe në Europë nuk aplikohet. Aplikohet dhe aplikohet shumë madje. Madje t'ju marr një shembull që është ndoshta është edhe më afër nesh. Unë thash që aplikohen dhe forma të tjera alternative, jo nuk aplikohet arresti me burg. Pra ka edhe në Shqipëri aplikohen dhe format e tjera të arrestit. Po. Kjo është padyshim. Nuk e përjashton. Ka politikan të cilët sot janë në arrest në shtëpi ose sot paraqiten para spakut. Çdo të hënë, çdo të dy javë. Shembulli që doja t'ju jepja. Që shembull më afër nesh. Po, për ta përmbyllur se jemi dhe në limitet e kohës. Po. Nëse mbani mend, ose nëse se mbani mend, do ta keni lexuar se çka ndodhur dikur në Itali në rastin kur e manipulite dhe duart dhe të pastra apo jo. Në atë kohë filloi një val procedimesh të drejtësisë ndaj politikanëve të lartë. Dhe e dini se cilat ishin, po themi se ç'ndodhte me politikanët e lartë? 2 gjëra. Ose largoheshin nga Italia në ekzil, ose vrisnin veten. Dua të them me këtë, forca e drejtësisë nuk duhet kurrësesi të zmusohet, të latohet, të goditet siç po ndodh tani me ndryshime ligjore, apo duke krijuar një atmosferë që po abuzohet me instrumentat që ka ajo në dorë. Jo. Drejtësia nuk është përkëdhelje, drejtësia nuk janë lule, drejtësia nuk janë erashk për t'i bërë fresk politikanëve të korruptuar atyre
Jo. Drejtësia do të thotë që të zbatohet ligji njësoj për shqiptarët, si dhe për shqiptarët e thjeshtë. Që do thotë, nëse shqiptarët e thjeshtë, ata të cilët shtyen nga si janë konflikt me ligjin, vendosen në masë arresti me burg, edhe politikanët, madje më shumë, politikanët që ka abuzuar më shumë, do duhet të ndodhen para kësaj situate. Ndaj, çdo lëvizje, të tu e mbyll, çdo lëvizje e cila është frymëzuar prej politikës, siç është dhe kjo, goditja ndaj drejtësisë, e frymëzuar madje nga qeveria, nga kryeministri, në fakt do duhet parë si një lëvizje që tregon suksesin e drejtësisë dhe sikletin e madh ku është futur politika. E për ta mbyllur fare, nuk e di se do të vendos gjykata e lartë, uroj që të mos marrë një vendim që me duart e saj të qëroj gështenjat nga zjarri, gështenjat e kryeministit, nuk do të ishte shërbimi i mirë ndaj sistemit të drejtësisë. Faleminderit shumë që ishit live në mëngjes, ishte analizën e Faleminderit zotëri Bej. Unë mbarë.